Po 12 vite që rrit Gjergjin, po ama nuk i kushtove gjithë energjinë dhe bot kuptimin tënd një gruaje tjetër fikse në jetën tënde. Ka ndodhur, po nuk ka ndodhur në aspektin e krijimit të një familje, fatkeqësisht. Ke pasur historitë tua romantike sigurisht mes tarjes me nënën e djalit tënd, por në 12 vite me sa shoh nuk kemi një skenar ideal për martesën e familjen e shumë dëshiruar që ti e konsideron përsëri një stacion të rëndësishëm ku duhet të mbërish. Është e vështirë të ndërtosh një jetë midis dy vendeve, është edhe e vështirë të ndërtosh një jetë me një intensitet dhe një ritëm që kanë vendosur në vetes. Djali është do pak xhelos se fëmijët janë egoist kur bëhet fjalë për kohën që ne shpenzojmë për vetë ose për të tjerët. Jo, jam me shumë fat, është shumë i mirëkuptueshëm, është shumë i dashur në këtë aspekt, është shumë i ndërgjegjshëm apo do thoja i vëmendshëm ndaj situatave të mia dhe ndaj dëshirës se më thotë të shoh më të lumtur tani. Si do ma përshkruaje bashkëstaren e jetës tënde? Për ta përshkruar do jepja një imazh që kam parë brenda një filmi, që një person i thot dikujt tjetër, i thotë di pse është kaq e rëndësishme të kesh dikë, të martohesh e ta jetosh jetën me atë person. I thotë ai tjetër jo, nuk e di. Edhe i përgjigjet që sepse duke pasur te personi ke një dëshmitar të jetës tënde, të sigurohesh që e ke jetuar jetën tënde dhe të kesh dikë që ta tregoj këtë jetën tënde. Dhe mua më duket shumë e bukur si shprehje. E jeton jetën në mënyrë të ndërsjellë sipas syra në sytë e njëri tjetrit. E personi ideal do të thoja që është personi që do doja ta tregonte jetën time. Duke ja besuar jetën tënde. Edhe unë të tregoja jetën e vet. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.